Në fund do t'ja dalim. Tani ftoj për fjalën e saj Loranca Hoxha. Sot është 8 dhjetori, dita e rinis. Dhe dita e rinis është dita e shpresës. Sot duhet jem zërin zënësve të fshatit Domen, ku mësimin e zhvilloj në një shtëpi të rënuar, pa drast zez, pa ngrohja, me bankat thyre dhe me tualete pa derë në fund të borrit. E ndërsa nxënësit e Domit thanë ftoftit, ministra Djela ngro portofolet e korrupsionit qeveritar. Ky është absurdi i Shqipërisë 3D, dhe Shqipërisë vërtet që jetojmë ne. Janë politik për rinin, për vetmin institucionale që të rritë përjetojnë gjatë shkollimin, në nisjen e karrierën dhe krijimin e familjes. Shumë prej tyre detyrohet të heqin dorë nga ëndrrat ose të largohen jashtë për të shpëtuar qeverisë korruptuar. Vetëm Tiranë janë plagosur deri ende në humbje jete 110 nxënëse shkollash. Askush nuk flet, askush nuk reago, sepse mësuesit, drejtorët, as paguhen me dinjitet, as trajtohen me dinjitet. Arsimi ka kaluar plan 2 dhe partia në plan parë. Arsimit i mungon një politik kombëtare, nuk ka standarde, nuk ka manual, nuk ka vizion për një brez që jeton mes teknologjisë avancuar dhe realitetit të prapambetur Shqipërisë. Dhe me thirrjen e poetit ton të dashur Migjeni, pak dritë, pak dritë, pak dritë, o shok, o vlla, të lutem, pak dritë o rini, pak dritë, pak fuqi, se vetëm rinia mund të rrëzojë këtë regjim të korruptuar. Unë jam Loranca Hoxha dhe jam këtu mbështetje për çdo të ri, për çdo ide, për çdo denoncim që buron nga të rinjt. Rrof Shqipëria, forca rinia. Mjaft më. Kjo është ajo që të rinjt dua të thonë sonte. 35 vjet më parë, të rinjt shqiptar u ngritën kundër regjimit komunist. Sot, edhe ne duhet ta bëjmë këtë. Mjaft më. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Nuk mund të vazhdojmë të largohemi nga vendi ynë. Nuk mund të vazhdojmë të na vidhen ëndrat. Kjo është pritja jonë. Duhet të arrisim. Duhet të besojmë në fuqinë e të rinjve. Mund ta bëjmë. Ta niftoj për fjalën e tij deputetin e Durrësit Igli Cara.